Ledi. Zoti Xhulali, po nisim njëherë bisedën pasi sot Partia Demokratike hap fushatën elektorale në orën 19:00. Sigurisht edhe do vijë dhe drejtuesi i fushatës së Partisë Demokratike zoti Kris Lasivita. Duket entuziazëm në kampin blu. Sigurisht edhe kryetari i Partisë Demokratike ka deklaruar se do ketë surpriza sot. Për çfarë bëhet fjalë? Sot, siç e the ti, në orën 7, të gjithë do të zbresin në shesh, do të jetë një moment feste, ne do të hapim fushatën elektorale për të shkuar drejt projektit të fitores për një Shqipëri madhështore. Shqipëria jonë e dashur që sot është në momentet e veta më të vështira, nuk meriton që të vazhdoj kështu siç ka qenë për 12 vite, duke lënguar, por meriton të merr një drejtim tjetër dhe këtë drejtim do t'ja japi Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, e cila ka një program që e flet çdo qytetari shqiptar. Këtë program ne do ta shpalosim sot me hapjen e fushatës. Doktor Berisha do të prezantojë dhe ekipin me cilin Partia Demokratike shkon në këtë zgjedhje. Janë njerëz me integritet, njerëz të aftë që kanë testuar veten në profesionet e tyre dhe që do t'i dalin zot punëve të mira për Shqipërinë. Unë nuk do t'i zbuloj surprizat, sepse këto do të zbulohen gjatë ditës së sotme, pas ditën në shesh, por i ftoj të gjithë që të na bashkohen në këtë ditë feste për të shkuar drejt projektit të fitores dhe për ndryshimin e Shqipërisë. Gjatë kësaj kohe, Bledi, unë kam patur shumë takime intensive çdo ditë në rrugë me qytetarë të ndryshëm, dhe ajo që ndihen është një dëshirë e madhe për ndryshim. Nuk kam takuar as edhe një njerit vetëm që të më thotë që shiko jam mirë kështu siç jam. Të gjithë e kërkojnë ndryshimin dhe kanë gjetur tek Partia Demokratike një program që i flet shqetësimit tyre. Ne i flasim çdo njeriu për rritjen e rrogave dhe pensioneve. Të gjithë na shprehin shqetësim që është pothuajse e pamundur jetesa në Shqipëri. Ne e kuptojmë shumë mirë këtë gjë. Ne jemi pjesë e të gjithë këtyre njerëzve dhe e dim se sa e vështirë është sot të jetosh dhe të mbijetosh me rroga kaq të ulta dhe pensione kaq të ulta. Kështu që ne do të marrim masa urgjente për të përgjigjur këtij shqetësimi. Do të ndikojmë për uljen e çmimeve, do të ndikojmë për uljen e çmimit të energjisë, për uljen e çmimit të karburantit, për uljen e çmimit të ujit. Do të ulim taksat për bizneset, zero taks për biznesin e vogël, 10% për bizneset e tjera. Do të bëjmë që ekonomia të fillojë të marrë frymë sërish, duke ndihmuar rreth çdo familje për të rritur fuqinë vlerëse dhe duke ndihmuar dhe çdo biznes dhe këto të lidhura së bashku do ta rikthejnë Shqipërinë në një vend që merr frymë, sepse Shqipëria sot fatkeqësisht i është marrë fryma. Dhe këtë e shikojmë me shumë dhimbje në rrugët që po boshatisen të qyteteve tona. Edhe në Tiranë ndihet boshatisja e Shqipërisë. Lëre më në qytete të tjera, të cilat kanë mbetur jo vetëm të varfra dhe të harruara, po kanë mbetur pa njerëz, kanë mbetur vetëm me disa të moshuar, të cilët nuk kanë më as shërbime, por ajo që është më e dhimbshme nuk kanë njerëzit e tyre të afërt. Ne kësaj do t'japim fund me një plan të emergjencës kombëtare që e kemi quajtur paketën e dëmshurisë parën dhe një plan tjetër me... Zoti Xhulali, si janë pritur këto propozime të Partisë Demokratike? Si janë pritur këto propozime të Partisë Demokratike?